Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues, jemi këtu në TV Ikre në ciklin e ligjëratave të Ramazanit, ku sot mysafir kemi të nderuarin koordinatorin e medreses Paralelja e Shtrire Vajzave në Tetov, Doktor Beqir Efendi Mehmetin, me të cilin do të flasim mbi temën dimensioni edukativ i agjërimit. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi këtu në mesin tonë. Mirë se u gjetëm. Faleminderit. Ka mundësi fillimisht i nderuar të na shpjegoni pak mbi këtë dimension edukativ për sa i përket këtij muaji të bekuar agjërimit Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Njëherët falënderimi hamdi takon vetëm Allahut fuqiplot, i cili na udhëzon këtë besim, në cilin besim s'do të ishim udhëzuar nëse nuk na udhëzonte i vetmi Allah. Selavatet, selamet, përshëndetjet i takojnë shpirtit të pavdekshëm të Muhamedit alayhis salam, i cili nuk kurse u mundin e krijoi emanetin të cilin e pranoi nga ana Allahut fuqiplot, e sqaroi mbi ne Islamin dhe na i volosi zemrat tona me ligjin e krijuesit gjithësisë. Njëherë të shfrytëzoj rastin pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, të gjithë besimtarëve t'u auroj këtë muaj, këta ditë të cilat i kanë agjëruar, dashur Allahu fuqiplot që ta ketë pranuar ibadetet bashkë me agjërimin, njëkohësisht këta ditë të cilat ju kanë ngelur, inshallah Allahu fuqiplot u lehtëson dhe u pranon. Amin. Gjithashtu edhe juve ju falenderoj për ftesën që ma keni bërë, që keni nda kohë që bashkarisht ta diskutojmë një tematik, jo të panjohur për opinionin tonë, por për shkak të këtij muaji madhështor, inshallah njëherë do të kemi dobi ne rreth këtij diskutimi, por padyshim do të kenë inshallah dobi edhe të gjithë besimtarët. Faleminderit, kënaqësia është edhe jone. Faleminderit. Tani jo se nuk është diskutuar për këtë dimension, është debatu mjaft në këtë drejtim, mirë po kuptohet se Ramazani e ka atmosferën edhe të ibadetit, po e ka edhe atmosferën edhe solidaritetit në mes besimtarëve. Parimisht, gjitha ibadetet të cilët i realizon besimtari në jetën praktike të tij, i kanë dy dimensione. Rregullimin e raporteve të besimtarit me krijuesin, njëkohësisht edhe rregullimin e raporteve në mes krijesës dhe krijesave, konkretisht njerëzimit. Edhe Ramazani ka për të njëjtin rol në jetën praktike të besimtarit, e ka luajtur në të kaluarën, e luan këtë rol edhe në tashmen, por padyshim se inshallah do ta luaj edhe këtë rol edhe në të ardhmen. Dimensioni edukativ, në parim, Allahu fuqiplot, në qoftë se vendos të përcakton, të vepron apo të cakton diçka, padyshim ashtu si është përshkruar në Kur'anin famlar, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idha arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Pra, është një imperativ apo një njoftim për gjithë besimtarët se kur do krijuesi i gjithësisë të vepron apo të cakton diçka, vetëm urdhron, bëhu dhe bëhet. Për dallim nga Ademi alayhis salam, si krijesa e parë apo si baba jon i pari, i cili nuk është në atë pozitë të cilën Allahu fuqiplot sikurse ai vepron, por tek Ademi alayhis salam ka një pozitë pak më të ndryshme nga ajo e para. Në këtë kontekst thot Allahu fuqiplot, Bismillahirrahmanirrahim, wa allama Adama asma'a kullaha. Konkretisht, Ademit alayhis salam, Allahu fuqiplot ja mësoi kuptimin e të gjitha emrave. Kurse tek neve si pasues të traditës së pejgamberit islam, si pasues të Kur'anit, ka një dimension tjetër pak. Pra tek neve, Allahu fuqiplot na drejtohet me imperativin Kur'anor, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Në vazhdimsi 5 ajetet e para të cilët zbritën pra pikërisht në këtë muaj, dhe këtu na flet me një dimension tjetër pra. Pra, nuk është dimensioni se kur duam ne të bëjmë diçka dhe bëhet, nuk është dimensioni se Allahu fuqiplot na mësoi të gjitha gjërat apo emrat e gjësendeve. Por si tek Ademi alayhis salam, por këta kanë një dimension tjetër. Orvatja për të pasuruar me njohuri, me dituri, për të arritur kënaqësinë Allahu xhalleshanu. Pra,
fjala ikra bismi i flet ratios, i flet arsyes. Dhe kjo ka të bën me dimensionin edukativ, pra, arsimor, informativ, që besimtari i cili është ndjekës i traditës së pejgamberit islam, është ndjekës i Kur'anit famlar, e ka të patjetërsueshme që të pajiset me informacione bazike për të qenë në rrugën të cilën Allahu fuqiplot e ka garantuar. Pra, mendoj se për këtë arsye edhe u dallu ky muaj Ramazanit, për këtë arsye edhe u dallu ai i cili është ndjekës i Kur'anit, për këtë arsye edhe u dallu edhe ai i cili është hafiz i Kur'anit, për këtë arsye është dallu edhe prindët të cilët e kanë edukuar një fëmijë që të bëhet apo e kanë orientuar një evlat, një fëmijë që të bëhet hafiz i Kur'anit, për këtë arsye është dallu edhe hafizi, muhafizi i cili i mëson talebët me fjalën e Allahut konkretisht. Pra, ky muaj u dallu për këtë arsye. U dallu shkaku i Kur'anit. Por Kur'ani i flet më së tepërmi në këtë kontekst i flet arsyes. Dhe s'ka mundësi të ketë besim pa arsye. Për ata e potencova dhe në fillim, pra ky muaj dallohet konkretisht njëri prej dimensioneve, prej aspekteve të cilën mund të themi lirisht se ka edhe dimensionin edukativ, dimensionin arsimor, sepse flet për arsyen, flet për arsimin. Ju falenderit i nderuar drejtor, doktor. Më pëlqeu kjo ndërlidhje kështu e bukur që bëhet kur thatë se Allahu xhaleshanu kur dëshiron diçka i thot bëhu dhe bëhet, kurse kur flet për Ademin alayhis salam ai ja mësoi konceptet se si duhet vepruar, kurse kur është fjala për tek ne, ai na e la neve që ne të përpiqemi vetë për t'i zbuluar, për t'i mësuar, për t'u orvatur që të bëhemi besimtar më të mirë. I nderuar, me që u përmend edhe imperativi lexo, studio, çfarë roli luan studimi në orientimin e besimtarit? Esencialisht, pra Allahu fuqiplot njëherë njeriu e krijoi në formën më të bukur të mundshme. Ku thot Bismillahirrahmanirrahim, wa halakna al-insana fi ahsani taqwim. Ja dha formën më të bukur. Por për dallim nga krijesat tjera, për shembull, Allahu fuqiplot me lajket i krijoi vetëm me logjik pa instinkt. Kafshët i krijoi me instinkt pa logjik, kurse njeriu e krijoi edhe me logjik edhe me instinkt. Dhe në këtë sprov aq të rëndë që jo dha njeriu të bën ekuilibrin në mes instinktit dhe logjikës, është një sprov shumë e rëndë. Dhe për te kalimin e kësaj sprove, asë si s'ka mundësi njeriu, konkretisht besimtari, të i kalon në qoftë se nuk ka një bazë dijeje. Dija është arsyeja kryesore, baza kryesore për te i kalimin apo për ekuilibrin e këtyre di fenomeneve. Esencialisht, ana instiktive, bazën e ka nga toka dhe gjithmonë e thirr nga ajo. Ana shpirtnore, bazën e ka ke krijuesi, ke Allahu xhaleshanu, gjithmonë është e tërheq nga ajo anë. Dhe ekuilibrin në mes anës shpirtërore dhe anës instiktive, pra e mban dija dhe bindja. S'ka mundësi të ketë njeriu bindje pa mos pat dije, informacion. Tani në kohën e fundit dihet se njerëzit, shoqëria në përgjithësi ka hiperinformacion. Të tepruar. Dhe kur vjen në këtë kontekst të diskutohet hiperinformacioni i tepërt, gjithmonë i hap dyert ndryshme të dijeve. Por në qoftë se nuk kemi dije bazike, të cilët janë të garantuara dhe ja mundsojnë njeriu një tashme dhe një të ardhme të mirë dhe të lumtur, padyshim se njeriu do të merr apo besimtari do të merr një drejtim të gabuar në jetën praktike. Si për shembull, në qoftë se dominon ana instiktive tek besimtari, me automatizëm ana shpirtënore dobësohet. Në qoftë se dominon ana shpirtënore, ana instiktive dobësohet. Një njeri i cili është këtë formë më të bukur, e marrim një shembull, nëse e përdor një ndalesë, konkretisht alkoholin, dhe pasi të përdor alkoholin ndehet, dhe më në këtë kontekst, kur e sheh një njeri i cili është formë më të bukur, pasi është dehur më nuk është njeri. Nuk është ai njeri.
nuk e ka formën e njerëzit. Dhe po që se e incizojmë në atë formë dhe në atë situatë dhe ja përcjellim pasi ti kalon dehja, edhe ai do të habitet me vetveten e vet. Sepse ka dominu më instinktivja, nuk është më ajo e arsyeshmja, apo nuk është ajo shpirtënorja. Dhe në këtë kontekst, gjithmonë kur diskutohet për anën instinktive, dominuese, dhe kjo instinktivja gjithmonë ka lënë përshtypje shumë të papëlqyeshme në shoqëri. Kemi njerëz të cilët janë të dijshëm, kemi njerëz të cilët janë në pozita të ndryshme, të larta. Mirë po, në qoftë se i jep një prioritet anës instinktive, padyshim se edhe dia mos i bën parë. Edhe dia si ka vlerë. Po në qoftë se dominon në jetën praktike arsyeja dhe dia dhe bazuar në fjalë të krijuesit, i cili e ka garantuar për këtë botë dhe botën tjetër, padyshim se atëherë instinktivja zbehet dhe dominon ana ajo e cila është e arsyeshme që njeriu në përgjithësi besimtarit në veçanti ja tregon pozitën ku duhet të jetë dhe ku duhet të shkon. Dhe Ramazani e ka këtë rol. Roli kryesor i Ramazanit, ana instinktive e njeriu është që të hanë të pinë. Dhe i kemi dy instinkte më kryesore të njerëzimit përgjithësi. Anën e të ushqyerit dhe pozitës dhe anës të shtuarit. E psharak. Këtë e kanë edhe kafshët, e kanë edhe njerëzit. Njeriu, besimtari në veçanti, në mërmjet arsyes e ekuilibron instinktin e të ushqyerit edhe instinktin e të shtuarit. Dhe në momentin kur është i agjërueshëm, organizmi kërkon haje dhe pije. Dhe ai cili është besimtar dhe din imperativin Allahu xhelleshanu se agjërimi është borxh dhe duhet prej imsakut deri në iftar të jetë i agjërueshëm, e moderon instinktin e vet, e ekuilibron instinktin e vet dhe stërvitet me këtë gjë duke e moderu instinktin, stërvitet që pasi të kalon muaji Ramazanit, ai është i ekuilibruar edhe në praktika tjera, veprime tjera, jetën praktike tek ai në halale dhe harame tjera. Pra, po njëkohësisht edhe anën e të shtuarit e ekuilibron kur është i arsyeshëm. Kur nuk është i arsyeshëm, i jep prioritete, ti them, anës instinktive, edhe anën e të shtuarit nuk e ekuilibron apo nuk e ka të pakontrolluar. Ramazani e ka këtë fenomen. Dhe për atë mund të themi lirisht se dimension shumë i rëndësishëm i agjëruesit, konkretisht i Ramazanit, është që të ekuilibroj anën instinktive të njeriu, të besimtarit, me ata, ti themi, anës shpirtënore të cilën Allahu xhelleshanuhu e ka vlerësuar dhe e vlerëson. Dhe kërkon që gjatë muajit Ramazanit të jetë më e theksuar. Me e theksuar, lutem. I nderuar, atëherë si ndikon agjërimi tek besimtari? Me që disa gjëra edhe i përmendëm, por në qoftë se do të kishit diçka edhe pak apo më tepër për të shtuar, si ndikon agjërimi tek besimtari? Përveç raportit të ekuilibrimit të arsyes me instinktin, ndikime tjera apo fushat tjera në të cilat ndikon agjërimi? Realisht, gati mund të themi se gjitha institucionet, qofshin ato edukative arsimore, qofshin ata cilët funksionale, cilët e sistematizojnë shoqërinë përgjithësi, të gjitha mundohen të bëjnë plan programe për një jetë më të rahatshme të shoqërisë, edhe një mundësi që shoqëria në përgjithësi të mos ketë telashe apo problematika në jetën praktike të tyre. Nga analizat cilët janë bërë në shoqëri, kemi komentet ndryshme dhe gjithmonë kam menduar se njeriu sa më komod të jetë, sa më kushtet e kompletuara të ketë, sa më shumë të jetë i pasur, sa më shumë mos ketë telashe dhe nevoja në jetën praktike, aq më i rahatshëm do të jetë. Por rezultati nuk doli aty. Kapitalizmi është një sistem i cili ja ofron njeriu të themi të ketë kushte komode të jetesës, të ketë haje të bollshme. Sot shoqëria nuk vuan për hajë dhe pije. Sot shoqëria nuk vuan për veshje. Ka veshje sa të duash, ka haje dhe pije sa të duash, por ne vuajmë mënyrën se si duhet të vishemi. Ne vuajmë nga koncepti se si duhet të ham dhe kur duhet të ham dhe çka duhet të ham. Pra, kapitalizmi nuk ja solli mirëqenien shoqërisë. Dhe nga ky kontekst, Ramazani është një, ti themi një
orientim apo një simbol apo një shembull kur duhet të hash dhe si duhet të hash, kur duhet të vish dhe si duhet të vishësh. Pra, pasuria, kapitalizmi nuk ja solli këtë mirëqenie. Me automatizëm, përsëri duhet të kthehemi anës shpirtërore. Gjithmonë kemi thënë dhe kemi diskutuar se për të sjell një vendim duhet bëjmë krahasime. Ana krahasimore është ajo e cila na i sjell rezultatin e duhur. Ne fatmirësisht kemi një të kaluar shumë të begat të gjeneratave paraprake tonët, gjyshrit, stërgjyshrit tonë, të cilët ndoshta aspektin ekonomik e kanë pat shumë më dobët se sa që e kemi ne sot. Aspektin funksionalitetit e kanë pat shumë më dobët se sa më të vështirë. Aspektin e informimit e kanë pat shumë më pak se sa që kemi ne sot. Sot çdo kush është informuar për çdo detaj mbar botën. Që interesant. Shkaku i teknologjisë që ka ardhur. Mirë po, në qoftë se bëjmë një krahasim, ndjesitë e tyre në Ramazan dhe ndjesitë tona në Ramazan ka një dallim shumë të madh. Shumë të madh. Përjetimet e tyre gjatë muajit Ramazanit dhe përjetimet tona në Ramazan kanë dallime shumë të mëdha. Atëherë, ku është arsyeja? Në qoftë se themi kapitali, pasuria, na i sjelli lumturinë, nuk na i solli, sa ata kanë qenë më të lumtur. Por ku është ajo që finesa kryesore e agjërimit është dija dhe përjetimi, sepse ata nëpërmjet dijes të paktë që e kanë pat, e kanë përjetuar agjërimin e muajit Ramazanit dhe kanë qenë më të besueshëm. Kanë pat besim të plot në Krijuesin, kanë pat një bindje të fuqishme në Krijuesin. Pra, nuk ka qenë as pasuria, nuk ka qenë as kushtet ekonomike, nuk ka qenë as kushtet e funksionalitetit, apo informatave që i kanë pat ata në dallim me neve, ata kanë qenë më të devotshëm, kanë qenë më të përkushtuar, kanë qenë më të orientuar, e kanë ditë pozitën e tyre, ku duhet të jenë dhe ku duhet të shkojnë. Dhe kjo, mbas sociologëve, mbas njerëzve të cilët janë marrë me lumtime, po shihet se njeriu më i rahatshëm nuk është kur ai ka pasuri, por ai i cili e moderon pasuri, e orienton aty ku duhet. Njeriu nuk është i rahatshëm kur ka veshmbathje, por ai i cili di të veshmbathet, ai di kur t'i vesh teshat, edhe si duhet t'i vesh ata. E ashtu me radhë gjithë aspektin e jetës praktike. Nderuar, me që jemi edhe në fund të emisionit, do kishim dashur një mesazh për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi juaj? Tani fatmirësisht tash opinioni jon, popullata jon, vendin ton, edhe më gjërë janë të vetëdijshëm, janë të informuar, atë që potencialet në fillim kanë hiperinformacione. Lexojnë, nuk do të thotë se kanë nevojë gjithmonë të ju tregosh diçka. Mirë po, qëllimi kryesor është për rikujtim. Edhe fjalët tona në këto debate, në këto diskutime, në këta emisione, qëllimin kryesor besoj se kanë rikujtimin e shumë informacioneve, shumë dijeve, shumë gjërave të cilat ndoshta shpeshherë ndodh që xhamati i kanë dëgjuar shpeshherë, po edhe ndoshta i di pak më mirë se sa ne. Mirë po, qëllimi që ne i përkujtojmë këta fenomene, këta imperative kuranore, këta praktikat pejgamberit alayhis salam edhe të ulemas tonë cilët kanë funksionuar paraprakisht, është qëllimi që ne të bëjmë një pasqyrë pak më të qartë rreth asaj që është bërë, që duhet të bëhet tani dhe që planifikohet të bëhet në të ardhmen. Në bazë, njohja është çështja më kryesore që besimtari duhet ta ketë parasysh. Nuk ka besim pa njohje. Në qoftë se nuk dim si të falemi, atëherë nuk ka efekte dhe falja jonë. Nëse nuk dim si të agjërojmë, nuk ka efekte dhe agjërimi jonë. Pra, baza kryesore është njohja. Njohjen nuk mund ta kemi nuk mund ta kemi efikase nëse nuk kemi argumente të shëndosha mbi të cilat e bazojmë atë. E jeta jonë bazohet e gjitha në Kur'anin famlart. Orientimi jonë duhet të jetë Kur'ani famlart. Bazikja duhet të jetë Kur'ani famlart, i cili ka filluar këtë muaj madhështor dhe inshallah Allahu xhaleshanu e bën që të jetë praktik e çdo besimtarëve në përgjithësi, dhe po që se bëjmë një një analizë përgjithshme.
Kurani në këtë muaj është libri më i lexuar në botë. Lexuar në botë, ashtu. Nuk ka libër më të lexuar. Nuk është rastësi kjo. Kjo është një fenomen shumë i rëndësishëm dhe fatmirësisht që është aktualitet, është praktik e gjithë gjeneratave që kanë qenë para nesh, është aktualitet dhe vazhdon të jetë inshallah. Por atë them njohja është më kryesorja. Të informohemi në bazat sigurta, të informohemi nga parimet imperativet Allahu xhalleshanu në Kur'an dhe Sunet, dhe pasi që jemi informuar mirë nga ata argumente që na garantojnë të mirën e kësaj bote dhe të botës tjetër, pas njohjes me automatizëm vjen besimi. Vjen besimi. Nuk ka besim pa njohje. Nëse qoftë se njeriu nuk e njeh vetveten, se ka njohur as krijuesin. Momentin kur ne e njohim veten, padyshim se e njohim edhe krijuesin. Në qoftë se ne e njohim krijuesin, e njohim qëllimin e ardhjes tonë në këtë botë. Kur e njohim qëllimin e ardhjes tonë, padyshim se e njohim edhe orientimin e të shkuarës tonë. Ku duhet të shkojmë dhe ku jemi duke shkuar. Pas besimit vjen veprimi. Nuk ka besim të argumentuar pa veprim. Pa veprim. Ne mund të diskutojmë sa të duam, mund të flasim sa të duam. Sot flitet e flitet, e stërflitet. Në qoftë se nuk ka praktik dhe veprim, e gjithë ajo që flitet është e kot. E bosh, po. Është kot. Pra, qëllimi më kryesor është i këtij muaji edhe gjitha imperativeve urdhnat e Allahu xhaleshanu në Kur'an dhe praktika e pejgamberit tëm ka qenë vula kryesore veprimi. Pas njohjes, besimit dhe veprimit. Pra veprimi është baza kryesore. Më thënë, të gjitha ato dije të cilat i kemi, mundësia më e volitshme është që në këtë muaj të shndrojmë në vepra. I nderuar, ishte kënaqësi që ishit në emisionin tonë. Ne ju falenderojmë duke lutur Allahun xhaleshanu t'ju jep shëndet, jetë të gjatë dhe suksese në veprimtarinë tuaj. Shpresojmë t'ju kemi edhe në emisione tjera. Ju falenderit, dhe është Allahu xhaleshanu inshallah edhe duat tuaja dhe gjithë besimtarëve për këtë muaj madhështor, inshallah Allahu fuqiplot na i pranon dhe inshallah të gjithëve na udhëzon rrugën më të mirë të mundshme që është e garantuar. Amin, ju falenderit. Atëherë të nderuar shikues, jemi në fund të këtij emisioni. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Takohemi sërish nesër mbrëmje në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend. Deri atëherë qofshi në mbrojtjen e Allahut, dashtë Allahu që të gjitha ibadetet i kemi të pranuara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.